Për mësafirin e emisionit të zotëm, që tashmë vetëm e kemi të pozicionuar këtu në studio, duke që ky rrugtimi i ri që ka nisur nuk është krejt i rastësishëm. E ka përcjellur me shumë vëmendje dhe tani më shumë se kur është gati, bashkë me një kauzë të saj shumë të rëndësishme që do ta ketë në fokus. Ajo që është shumë e qartë dhe vërtet është që gjithë këtë përvojë është duke e përjetuar me shumë pozitivitet dhe një energji jashtëzakonisht shumë të mirë. Bashkë me ne është zonja Arjeta Musliu. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, për mundësinë që ma keni nda në këtë ditë me nda me juve. Faleminderit shumë, është kënaqësi dhe po e nisi nga këtu që thash, ajo që po vërtet është që ju këtë përvojë të re jeni duke e përjetuar përveç me entuziazëm, por edhe me një energji të mirë që besoj e merrni nga njerëzit apo jo. Po të më kishit pyet më herët, nuk kishit pas përgjigje se Arjeta do rreshtohet në listën apo në rrugtimin e ri politik. Një ndër arsyet që është një kurreshtje të shumë persona, arsyeja pse unë do vazhdoj me një zë të fuqishëm, pavarësisht rezultateve, është një kauzë për 7 vite që është kriju nga një dhimbje, që mëse për publikun, për shumicën e qytetarëve është e njohur, dhe mendoj që mjaftueshëm kam prit 7 vite duke kërku bashkëpunim nga institucionet shtetërore. Këtu flas sidomos në periudhë fushate ku I kam hap derën, zgjedhje kemi pas goxhasi shpesh, dhe besojeni që në momentin ku kam prezantu projektin për realizimin domosdoshmërinë e vendit tonë, për trajtimin e të rinjve, ajo thjesht ka mbetë si një premtim, si një dëshirë, duke mos u marrë hapa të më të dhe është shumë e rëndësishme kjo të specifikohet dhe t'ju bëjmë pyetjen. Pra, tani ky angazhim në politik vjen për shkak të një zhgënjimi që ju e përjetuat nga institucionet dhe dëshironi që të jeni tani më brenda tyre, sepse është shumë e lehtë, kuptohet, apo është e kundërta? Mos ta themi zhgënjim, sepse ne me institucionet shtetërore kemi pas disa marrëveshje me qendrat sprovuese, qendrat korrektuese, ku kam ofru shërbime brenda institucionit në baza vullnetare. Po këto institucionet e larta është fjala, këto të rëndësishmet? Përderisa nuk kemi qendra rehabilituese, kjo nuk do shumë koment, mendoj. Edhe nuk më ngjerët me rak si një individ që I përkas shoqërisë, një psikologe, ta them, me një punë individuale që e bëj, e mendoj që mjaftueshëm kanë qenë 7 vite për me u realizu diçka që mua më ka mungu kur unë kam kërku ndihmë, dhe pastaj ajo dhimbje kur është ndrur në një forcë dhe është formu qendra Arjeta, ku vazhdon me intensitet me ofru shërbime psikologjike, atëherë kom mendu duke mu ofru mundësia që zërim të jetë më I fuqishëm në nivel nacional në institucionet shtetërore. E keni pasi një zgjidhje për kauzën, por zonja Musliu, para se të kalojmë në detaje tjera, që ta sqarojmë edhe për publikun, sepse u përmend vetëm varësia, por duam që saktësisht të sqarosh përgjithse cili është qëllimi I kauzës për cilën ju po luftoni që 7 vite, tani jeni kyç edhe në politik që të ngritet më shumë zëre. Duke e di që jemi akoma me pasoja të luftës, të patrajtuara, duke e ditur periudhën për një kohë shumë gjatë të pandemisë, unë nga afër po e shoh që shëndeti mendor, gjendja depresive, ankthi, kanë nevojë për më shumë përkushtim. Kur e them më shumë përkushtim në nivel institucional, sepse ne kemi fatmirësisht profesionistë shumë të mirë, po nuk është një zgjidhje me mendu vetëm këtë pjesën private, individuale, për me kërku ndihmë, ose me marrë shërbim. Kështu që duke e pa nga afër që vrasjet, vetvrasjet, dhunimet, tentimvrasjet, varësia nga drogat, varësia nga bigjozi, teknologjia, shumë faktori janë që ma kanë dhënë një besim më të madh në vete që unë të vazhdoj me një zë shumë më të fuqishëm duke përfatësu, duke qenë një zë I mira nanave, I mira të rinjve,
sepse këtu çdo takim që e kemi pas, qoftë me nanat në grup, që ne ofrojmë shërbime psikologjike, edhe të ata individ dëshira e papërshkruar e tyne për me bërë një zgjidhje afatgjate, duke u trajtu, unë çdo takim kam thonë, mbase mas një muaj më ka premtu dikush, kom taku disa, ndoshta, duke e pas për 7 vite projektin e qendrës rehabilituese profesionale, po e them, që ajo kërkon një trajtim, një angazhim, po nuk është e pamundur. Nuk është një kosto e papërballueshme, edhe tash, edhe para 2 viteve, edhe para 7 viteve, kur unë kom fillu. Suse Zonja Musliu, ju përmendet që e keni, pra themi kështu përkrahjen e shumë grave, shumë personave që ndoshta edhe kanë hap zemrën me juve për kanë ardhur edhe tek Arjeta për të trajtuar dhe ndoshta edhe për të folur për problemet e tyre, por besoj që kjo ka nisë shumë më herët, ndoshta për ata që se din, ka qenë një përvojë personale, pa dashur që të ndalemi në detaje, që ndoshta ka qenë një prej arsyeve kryesore pse ju keni fut kësaj kauzës dhe luftoni kaq shumë që të bëhet një trajtim para se ndoshta të vjen tek momenti fundit që t'i ndihmoni të tjerëve. Po, atëherë para 9 viteve, fatkeqësisht që unë me djalin tim kërkonim ndihmë. Mbështetjen e vetme e kom gjetë te reparti i smundjeve të fartësisë në nivel të QSKUK-s, ku aty jam i njoh se gjithë aty në personave, stafit mund t'i quaj edhe kolegë, sepse kanë dhënë maksimumin, por nuk është e mjaftueshme në bazë qoftë në kapacitet, qoftë në periudhën e trajtimit, sa i duhet një individi të varur nga cilat do landë narkotike për me u trajtu. Ju fillimisht aty i keni vrejt mangësit se ku duhet punohet më shumë. Aty ka e komendu krejt një diçka ndryshe, paralelisht duke ju gëzu faktit që neve po na ofrohet një ndihmë në ato rrethana që nuk doja dëshiroja askuj, po fatkeqësisht që numri është çdo ditë në rritje, edhe po troket thuja se çdo ditë më shumë në për dyert, në për familjet. Ju keni qenë shumë aktive në këto vite, keni qenë shumë në studios televizive duke folur edhe për projekte të shumta që për t'i ndihmuar të tjerët. Në këtë pikë do t'ju pyes, a ka një shifër realisht për këto raste, Zonja Musliu? Po, në nivel shtetëror, përmes Agjencionit të Statistikave, ne vazhdimisht kemi deklaru shifra që i kemi pas, po në këtë e them me shumë përgjegjësi që në qendrën Rijeta kanë takuar 5170, nëse nuk gaboj, pa këtë muajin e fundit, persona që ata janë deklaruar dhe kanë kërku të paktën një bashkëbisedim të realizojnë. Para se të kalojmë tek pjesa politike, edhe një pyetje të fundit për gjithë të që rrëfyet deri më tani. E gjithë kjo, a është edhe një premtim që ju i keni bërë vetës, por ndoshta edhe djalit tuaj për të çuar diçka në fund të për të qenë pikërisht aty ku duhet për të ndihmuar të gjithë? Kur ne ishim të humbur për një periudhë goxha të gjatë, ne vazhdimisht ngelnim me një shpresë se do dali diçka e mirë. Po ajo nuk u gjet. U gjet jashtë kufive të Republikës së Kosovës, ku aty duhej, nuk ishim liberalizim të vizave, ishim procedura që nuk ishte aq e lehtë, mandej ishte në pyetje edhe kostoja e papërballueshme për shoqërinë tonë, aktualisht që jemi, sepse në Turqi duhet një investim 30.000 euro për një trajtim një mujor ose disa adresa të tjera ku i kemi. Gjatë kohës kur ne kërkonim ndihmë, lindi një dëshirë e përbashkët me mua dhe Angellin tim, që mami tha po ndihem shumë mirë këto për këto 2 javë. Unë tha kam një ushtri pas vetës, kam shumë shok që i njeh edhe nuk i njeh, sepse kemi pas një komunikim shumë të hapur, mos ta them shok, sepse prindi asnjëherë nuk mundet të jetë shok kundrejt fëmijës vet, po kemi qenë të hapur në gjithçka. Aty për aty mu dok që e gjithë bota është e imja. Pa mendu 2 herë, e thash, po, do bëjmë diçka të mirë, gjanat rrodhen ndryshe, por në ndërdijen time, edhe pse kam realizuar atë trokitjen e parë që i nevojitet çdo familje, ta themi, mos flasim vetëm për droga, duke përfshi shëndetin mendor, unë ndërdijen time vazhdimisht i bëj lutje Zotit, edhe është ndër dëshirat e pakta që kam, të shoh të ndërtuara edhe duke marrë shërbime një i ri i vendit tonë ku shteti i detyrohet për me marrë një shërbim, një trajtim
mbi të gjitha një trajtim human edhe njerëzor. Zonja Musiu, para se të kalojmë tek politika, kam edhe një pyetje tjetër që ndoshta duhet ta bëjmë pikërisht për personat që janë të varur nga droga. Shumë shpesh paragjykohen, shumë shpesh konsiderohen si persona të varur nga droga, por kjo nis ndoshta me një shoqëri ta provojë edhe pastaj mbesin të varur, themi kështu. Dhe ju po e tregoni se ka një kosto. Ka një rrugë shumë gjatë për shërim, duhet edhe përkrahje institucionale, duhet edhe përkrahje financiare. Prandaj, çka ju pengon në mënyrën se si trajtohen këta persona në Kosovë dhe diçka që ndoshta duhet jetë si një këshill që mos të ndodhë më? Fillimisht në programin edhe në rrugtimin tim, disa vjeçar ka qenë fokusi primar te parandalimi. Sepse duke parandalu nuk mujmë të vim të shifrat maramense që janë aktualisht. Nëse ndalemi të shkaqet apo të faktorët që ndikojnë njëri ose njëri e re ta ngushëlloj vetën duke helmu vetën, është mungesa informacionit, sepse të rinjt po ndikohen edhe prej rrjeteve sociale, prej teksteve të këngëve, me një formë janë të detyruar kushtimisht sepse nuk i përket shoqërisë, nuk i në trendin aktual që pëndodh. Mandej kemi traumat e fëminis, periudha e ndryshimit, në moshën e adoleshencës, janë faktorët të ndryshëm, po dominon kjo kurreshtja edhe mosdhënia maksimale që na duhet në parandalimin e dukurive negative. Këtu mund të eliminojmë mandej edhe disa të tjera që janë të shoqërume, sepse është e pamundur një konsumues i drogës të mos i mvishën edhe disa gjëra të tjera. Prandaj kjo, e epiteteve që duhet jemi më të kujdesshëm, se nuk është një rrugë e lehtë dhe është një duhet të ketë intervenim më të theksuar nga institucionet shkollore, nga shëndetësia, nga shoqëria civile, gjithkush kjo kauz të bëj bashk njerëzit vullnet mirë, njerëzit që nuk premtojnë, po realizojnë dhe duke e vënë vetën gjithmonë sepse kjo dukuri troket në çdo derë. Kjo nuk njeh kategori, mosh apo gjëra tjera që çojnë deri edhe më të keqe që i humbin të. Ndërkohë, se derisa po flisis, po e mendoja se sa është e rëndësishme kur kemi kandidat për deputet në zgjedhje që paraprakisht e kanë një rrugtim të gjatë. Donjëherë ky rrugtim shumë i vështirë, por që shndrohet në forca, siç është në këtë rast, dhe pyetja tani vjen për ta çuar përtej këtë diskutim që po e kemi sot në aspektin politik, pse LDK? Pse Vjosa Osmani dhe si u pritet, si po e gjeni vetën në këtë rreth, dhe në këtë moment të ri që është edhe për LDK-n në këto zgjedhje? Po. Unë fillimisht jam e rritur, kam 5 dekada jetë, që jam rritur në frymën rrugoviste. Si qytetare e Republikës së Kosovës, edhe pse nuk kam pas qasje në politik, nuk do të thotë se nuk kam qenë e preokupume me rrjedhat, me mirëqenjen e familjes sonë. Unë prap jam një individ që i përkas shoqërisë civile. Por ajo që më ka ba me marrë një vendim të tillë edhe me qenë në rrugtimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë mbështetja në forma të ndryshme e ish presidentës Vjosa Osmani. Zonja Vjosa ka ardhur disa herë në qendrën Rijeta, nga hapja e qendrës, ka takuar 10 nana edhe shumë të rinj, ka bashkëndje lotin që ka pa nga ato nana nga e gjithë Kosova, edhe nga Macedonia, sepse qendra jonë nuk ofron shërbime vetëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, por ndihmë kërkojnë edhe nga Macedonia, pjesa e Preshevës, Lugina, Kumanov, Shqipëri, gjithandej, edhe prapë e them, pa modesti, prapa kamerave, kemi zhvillu takime, kam mbështet projekte të shumta presidentja, po mbi të gjitha ajo që më ka ba ka qenë përkushtimi i saj, shqetësimi i saj, rreth këtyre situatave. Duhet të ndërhyjnë në diçka, se ndonjëherë e kemi dëgjuar këtë shpesh dhe po krijohet kjo përshtypje që gratë politikane janë më empatike dhe më të ndjeshme se sa burrat që janë në politikë realisht. Apo ndodh kështu apo jo? Sepse derisa e tha që si presidente është interesuar shumë shpesh, ka ardhur, ka takuar familjar, a ndodh realisht kjo? A i kemi gratë në politikë që janë më të përfshira dhe më të angazhuara në pjesën e shoqërisë civile, sidomos?
çdo grua, çdo motër, çdo nan është një perandorinë vete. Që gjithmonë ka për me dhënë diçka. Burrat e politikës, sa ju kanë ardhur ndonjëherë në vizitë? Po. Okej. Të gjithë. Të gjithë kanë ardhur. Të gjithë pa dallime. Të gjitha subjektet politike, organizata jo qeveritare, ambasador, nga ambasadat të ndryshme, ka qenë zavend ambasadori i ambasadës amerikane në hapat e parë, po thjesht pyetja që më është drejtu mua, si përgjithëse e qendrës, ka qenë Arjeta, ku është shteti? Okej. Kam kërku për me munda një parcel nga kuvendi komunal i komunës së Ferizajit, ajo kam bet vetëm si kërkes, nuk është qyrtu, mandej e kom planifiku që përmes asaj parcele, sepse pa pas themelin bazën, s'kemi ka shkojmë, për me realizu një diçka të nevojshme, atëherë e kom mendu si opcion do bëjmë një galamramje, do bëjmë një formë të ndryshme, duke llogarit edhe te mërgata jonë e dashur. Sepse zarfe pa fond më kanë ardhur, sinqerisht shfrytëzoj mundësinë t'i falenderoj mërgatën, që nuk kanë pasur nevojë disa për me marrë shërbimet të qendrës, po thjesht vetëm nga vlerësimi që na kanë pa në përjetët sociale, një shumë që nuk ka qenë simbolike, e kemi mundësinë me mbështet qendrën, sepse qendra Rjeta shërbimet i ka ofru dhe vazhdon me ofru pa pagesë, ku ka kosta e mirëmbajtjes së kësaj, edhe kjo kauzë kom pa që në programin, në prioritetet e programit të lidhjes demokratike të Kosovës, të bashkuar aktualisht, do ketë prioritet shëndetin mendor, mirëqenjen e familjes, mirëqenjen e trinjve dhe realizimin e qendrave rehabilituese. Këtë nuk po e them për me bosh fushat, sinqerisht e them, sepse unë njifëm me çdo qytetar. Fushat jemi, kështu që në rregull jemi. Po thjesht e kam besimin e plot që nëse do kem një vend në kuvendin e Republikës së Kosovës, unë veç kam filluar në imagjinatën tem me pa duke u ndërtu, duke lulëzu. Pra këtë tregon që nuk është vetëm një premtim elektoral, a keni me të vërtet një themi kështu dëshirë shumë të madhe që të arrini. Që nuk ka interes timin personal. Këto po e them sepse pavarësisht sa qendra rehabilituese do ketë shteti jonë, unë nuk do marr shërbime personale. Mendoj që kjo është vetëm një dëshirë edhe duke e taku dhimbjen, duke e pa problemin nga afër, jo duke lexu, jo duke ndëgju, më thatë, është direkte, ku këtu du mi falenderu të gjithë ata persona që i kanë taku, të gjithë ata të rinj, që unë kam pa atë lotin e sinqert, ata syt e humbur që mezi presin të zgjatët një dorë të ofrohet ndihmë. Besojeni janë të penduar pa fond, janë të sinqertë, sepse droga të detyron me bë veprime që nuk e ka eduku familja. Duke fillu nga sjellja, qëndrimi, raportin, komunikim, mandej droga të detyron me bë disa gjëra të pahishme, sepse një student, një nxënës, një fëmijë, sepse dhe mosha 12-13 vjeçe, po i qaset konsumimit të llojit të drogës marijuanë. Edhe pa dëshirën e tyre detyrohen mi bë veprime që nuk i ka eduku familja. Këtu du me përcjell mesazhin që familja nuk duhet me undi me kërku ndjenjën e fajit. Sepse edhe me këtë ballafaqohem, edhe me prindrit duhet me punu shumë rreth një psikoedukimi për me u forcu, me i bashku forcat edhe me ndihmu qof djalin, qof vajzën, qof motrën, qof vllahun, se në format ndryshme marrim kërkesa për me ofru shërbime. Flasim për shifra shqetësuese, me që keni kontakt vazhdueshëm, si është gjendja sot kur po flasim, a? Çdo ditë më alarmuese. Më alarmuese. E them me shumë përgjegjësi. Duke pas dëshmi, duke ruajtur konfidencialitetin e çdo individi, po kur i përket shifrave edhe llojeve të drogës edhe periudhën, ne mbajmë statistika, e kemi databazën tonë në qendër, ku nuk ka ndodhur deri tani më na ik një detaj më i vogël, sepse gjithmonë kemi menduar që kjo kauzë duhet të bartët në institucionet shtetërore dhe ta shohim realitetin me sy. Tani, dua t'ju pyes diçka. Në lidhje me fushatën dhe me njerëzit që tashmë ju rrethojnë. Vjosa Osmani, si presidente, por edhe në këtë periudhë kur nisi këtë fushatën, ka qenë shumë me atakuar, qoftë edhe me kritika, kur janë konstruktive natyrisht që janë mëse të kuptueshme në politik, por mbi të gjitha edhe me sulme, ka qenë e atakuar vazhdimisht.
Si është nga afër Vjosa Osmani dhe të bashkëpunosh me të? Çfarë janë përshtypjet tuaja për të edhe si persona, po edhe si grua politikane? Ne gjithmonë si shoqëri civile, mbase kemi ëndër me taku presidentin, kryeministrin, president të tjerë, duhet kemi një respekt të veçantë ndaj qasjes. Po te ne ka kalu me një raport shumë të afërt që akoma nuk e kam emëru si mundë me ju drejtu Vjosës, po mbi të gjitha vlerat njerëzore, humane, që i kom pate ajo, unë pa mendu 2 herë, kom pranu ftesën. E afërt, komunikuse dhe çka vlerësoj më shumë, që ajo ka dhanë forcë që shteti do i zgjatë dorën nanave edhe të rinjve. Kur presidentja ka përballë një të ri që po helmon veten, ku gjykohet nga rreti, ku mbase familja nuk po e përkra ashtu si është e nevojshme, ata e kanë gjetë një forcë. Besojeni që çdo seancë që kemi pas presidentja me ato fjalë, me ato premtime që i ka dhënë, që dash Zoti tash e tutje ka ardhur momenti për me u realizu, unë edhe gjithë qytetarët e Kosovës duhet të krenohen me Vjosën si presidente, me përfaqësimin e saj dinjitos në arenën ndërkombëtare, po mbi të gjitha si një nanë, si një bashkëshorte, si një grua, si një motër, mbi të gjitha si presidente e Republikës së vendit tonë. Duhet jemi krenar që Vjosa do vazhdoj të na udhëheq, si është më së miri, me dinjitet, me integritet dhe të jetojmë ne një jetë ashtu si që meritojmë. Jetë pa probleme nuk ka, po t'i zbusim të lashat e mdhaja, të vogla t'i eliminojmë, edhe pa dyshim që mund të bëjmë një jetë më të mirë, më të qetë, konkretisht t'i japim ngjyra jetës për ditëshmërisë. Po, Vjosa Osmani ka afër vetës në këtë fushat gratë të shoqërisë civile që kanë dhënë shumë. Dhe a janë këto bindje dhe ky besimi i madh që realisht do t'jetë grupi i dur, le ta themi, që do t'i çojë gjërat përpara? Fatmirësisht, kauzës ime dhe profesionit tim në listën e Vjosa Osmanit ju kanë bashkangjit shumë ekspert, kësaj fushë. Fatmirësisht kemi doktor Ferit Aganin, i cili pa rreshtur ka dhënë kontribut në përkonferenca, trajtimi post-qendrës edhe shërbimit psikologjik, patjetër është i obliguar me marrë ndihmën edhe të doktorit psikiatër, nuk ka hezitu. Në mesin e doktor Ferit Aganit kemi edhe doktor Burim Metën, psikiatër, ku fatmirësisht edhe ku punojmë jemi bashkë, ai me vullnetin më të madh ju ka qasë kësaj kauzës time, sepse vetë nuk vinë gjanat e mira. Na merr shumë kohë me emëru vlerën e çdo kandidati që është me të vetmin qëllim të bashkuar për një jetë më të mirë për qytetarin e Kosovës që e meriton. E fundit fare, nëse ju do të arrini t'i merrni votat e mjaftueshme për të bërë deputete dhe urojmë sepse mbi të gjitha ajo që po shohim tek ju është një sinqeritet i madh në qëllimet tuaja dhe në realizimin dhe për ta lidhur me atë që thatë më herët që besoj duke ditur historinë tuaj nuk ka asnjë nga shikuesit që në këtë moment është më ne që dyshon në sinqeritetin tuaj për qëllimet që keni vënë vetes. Dhe nëse ju do të arrini t'i keni votat e mjaftueshme për të bërë deputete e Parlamentit të Kosovës, çka do t'i shohit nga këtu lart atje? Engjullit tuaj, cili do t'ishte mesazhi? Okej, më e keq nëse po e krijoj këtë emocion, por gjithsesi duke e ditur qëllimin, premtimin për cilët folet, për ju është shumë e rëndësishme që t'jeni në atë kuvend të Kosovës. Faleminderit fillimisht për vlerësimin që po mbani, edhe pse jemi psikolog, mbi të gjitha jemi qenie njerëzore, se lotët emocionet na trajtojnë me raste. Edhe pse jam dëshmu si një grua e fortë, që dhimbja shëndru në forcë, po këtë pyetje nuk e prita, thjesht unë para 7 viteve, kur kam hapë qendrën Rijeta, kam një fletore të lënë në gjys, që ma kishte dhënë djali im, edhe thjesht ma kërkoj me mbushat fletore me gjanat më të mira, të mundshme. Ajo fletore deri me ditën kur u hap qendra Rijeta, nuk u shkruan atë fletore asgjë. Atë ditë që u hap qendra, më erdhi një dëshirë për me shkru. Akoma vazhdon me qenë prezente, ajo fletore, dhe aty
më kujtohet që kam shkruar Angel-it tim. Sot po të jap lajmin që një diçka e përbashkët që e kishim mendu, po realizohet. Duke falenderu Zotin për forcën që më ka dhanë, për durimin që po shton çdo ditë te unë, dhe unë nuk do kursejhem këdo që ta takoj. Për fatin e mirë, unë kam taku shumë shok të djalit tim, që nuk e kam pasur të lehtë për me trokit në ader edhe mu përball me mu, po unë i gëzohem sot të realizimit të qëllimeve të tyre, që bashk ja kemi dalë, dhe çka do t'i thoja, edhe pse nuk janë ata fizikisht në shohin gjej, gjithçka. I lëm periudhës së 7 qershorit për me u përçu ai lajmi i dëshiruar ndër vitet të tëra. Ja, urojmë shumë. Sepse edhe kauza lidhet me qëllimin tuaj për qenë pjesë e Kuvendit Kosovës, për qenë deputete, dhe ndoshta për t'i arrit gjitha ato qëllime që ju i keni vë dikur bash, për tani ti po lufton me gjithçka që t'i arrish, dhe në fakt kjo është shumë për t'u vlerësuara, se në anën tjetër po ndihmon shumë të tjerë, por në anën tjetër po çon diçka deri në fund që ju e keni bërë premtim për më të dashurin tuaj, kështu që është për t'u vlerësuar me të vërtetë. Dhe krejt në fund, se një grua shumë e fortë që jeni, natyrisht do të keni hapësirën për t'ju drejtuar votuesit. Ai është i rëndësishëm, kështu që... Këtë e ka më letë, besoj. Po, tani më... Apo më së vështirë. Apo vështira, natyrisht. Për gjithë votuesit tuaj jeni e lirë të toni çka doni edhe të bëni një tire, pse jo, për të jeni sot këtu. Tani, unë asnjëherë në asnjë fushat apo prezantimet që kam ba, nuk kam përgatit veten, sepse kemi dëshirë me dalë të përsosun duke lexu. Asnjëherë, asnjë ligjërat nuk kam bajt në shkolla me projektor, po gjithçka çka është dhanë prej realitetit të shoqërisë tonë. Nëse unë me vullnetin e çdo qytetari të Republikës së Kosovës, mbi të gjitha me respektin maksimal për çdo qytetar, duke filluar nga gjyshja, nana, baba, vllau, motra, vajza, djali, ata që mundën me kontribu për shoqërinë dhe mirëqenien e vendit tonë, një arjet që nuk do ndryshoj, një arjet me kam në tokë, dhe një arjet që do përfaqësoj me tërë qenien time, me një zë të fuqishëm, atë që shteti ja ka bërë çdo qytetari. Pjesë e shtetit janë edhe. Absolutisht. Urojmë që kauza suksese në 7 qershor. Po, mbështetjen e duhur se kauza është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër politike, kështu që faleminderit shumë zonja Muslio që ishit sot bashkë me ne këtu në studio. Kënaqësi që ndajta këtë kohë me ju. Shumë faleminderit.